Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin tahirin wa sahbihi muntajabin wa ala jami'il anbiya'illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut xheleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës shkaqet e armiqësisë ndërmjet besimtarëve. Shkaqet që mund të përrehen përmes përvojëve shoqërore dhe ato personale, si dhe përmes shqyrtimit të ajeteve fisnike dhe haditheve të shenjta, janë të shumta. Megjithatë, rënja dhe burimi i çdo armiqësie që lind ndërmjet besimtarëve është dashuria për këtë dynjan. Dhe përderisa armiqësia është mëkat dhe shkelje që sjell zemërimin e Allahut dhe asgjësimin e veprave, ato vazhdojnë të ndjekin dynjan, të ndjekin këtë ndjenjë të keqe dhe largohen nga vëllai ose motra e tyre në fe. Kjo sepse kjo dashuri për këtë dynja është koka e çdo mëkati dhe çelësi i çdo të keqeje, si dhe shkaku i shkatërimit të çdo vepre të mirë. Ashtu siç është transmetuar nga profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij të pastër. Megjithatë, në temën e ditës së sotme mund të përmendim disa shkaqe konkrete prej të cilave lind armiqësia ndërmjet besimtarëve. E para është zilia. Ajo është një sëmundje nga e cila vetëm pak njerëz shpëtojnë nga keqja e saj. Ajo nuk kupton që njeriu të shohë një mirësi tek vëllai i tij dhe të shëron në të njëjtën kohë që ajo mirësi t'i hiqet atij. Është transmetuar nga i dashuri i zemrave tona nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: "Ruajuni zilis, sepse Kabili, i biri i Ademit, u shty nga zilia të vriste vëllain e tij. Habilin dhe zilimtari është mohues, sepse nuk është i kënaqur me caktimin e Allahut. Nëse pasoja e zilis është vrasja e vëllait të gjakut, atëherë të flitet për pasoja më të lehta, se kjo bëhet e tepërt." Pra kjo ishte për sa i përkiste pra pikës së parë për temën e ditës së sotme nga shkaqet. Shkaku i dytë është ftohtësia dhe ndërprerja e lidhjeve të gjata me familjarët ose dhe me vëllain ose motrën tënde në fe. Kjo ndodh pas një arsye të arsyeshme ose pa ndonjë justifikim shoqëror. Ftohtësia dhe ndërprerja e gjatë e marrëdhënieve sjell armiqësi ose keqdashje ndërmjet besimtarëve. Është transmetuar nga prisi besimtarëve Imam Aliu paqja qoftë mbi të, i cili ka thënë: "Sa e shëmtuar është ndërprerja pas lidhjes, ftohtësia pas bollazërisë dhe armiqësia pas dashurisë." Kjo thënie e urtë nuk flet thjesht për një sjellje të jashtme, por për plagët që i shkaktohen zemrës dhe shoqërisë, kur prishet besimi i ndërtuar me sinqeritet. Ndërprerja pas lidhjes tregon mungesë besnikërie dhe falënderimi ndaj një marrëdhënieje që dikur ka qenë burim qetësie dhe mbështetje për ty. Ftohtësia pas vëllazërisë shpreh rënjen e shpirtit nga një gjendje afërsie dhe solidariteti në një boshllëk i cili sjell veçse ndarjen e bashkimit. Ndërsa armiqësia pas dashurisë që ke pasur me atë person është forma më e dhimbshme e shëmtisë morale, sepse ajo e kthen një bekim hynor në burim urrejtje dhe shkatërime. Imam Aliu paqja qoftë mbi të me këtë thënie të tij na mëson se bukuria e besimit dhe fisnikëria e njeriut maten veçse në aftësinë për të ruajtur lidhjen, për të mbajtur ngrohtë këtë lidhje me vëllain ose motrën tënde në fe dhe për ta mbrojtur dashurinë edhe në kohë provash, sepse zemra që e njeh vlerën e dashurisë nuk e shndron kur atë në armiqësi. Pika e tretë ose shkaku i tretë është mosdurimi i gabimeve të vëllezërve, sidomos atyre që janë të paqëllimshme, si dhe grindjet e shpeshta mes tyre për çdo çështje ku ka mospajtim dhe qortimet e shumta për çdo gjë qoftë e vogël ajo ose dhe e madhe,
veçanërisht kur bëhen në një mënyrë që ngjall ndjeshmëri dhe zemërim. Kjo është arsyeja, një ndër arsyet përse vjen armiqësia ndërmjet besimtarëve, pra mosdurimi i gabimeve të vogla ose të mëdha qofshin ato. Dhe për këtë pikë, Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: duaja dhe duroje vëllan tënd me ato që ka ai, dhe mos e tepro me qortimin, sepse ai lind armiqësi të fshehur në ato momente. Kërko qortim vetëm nga ai për të cilit shpreson përmirësimin e tij. Pika e katërt. Vetkënaqësia dhe mendjemadhësia janë nga shkaqet të cilat sjellin armiqësinë ndërmjet besimtarëve. Kjo ndodh kur njeriu e sheh veprën e vet më të mirë se vepra e tjetrit dhe mendon se e ka arritur atë në mënyrë të pavarur nga Allahu. Kështu e sheh veten më të mirë se të tjerët, i përçmon dhe i nënvlerëson ato dhe i jep vetes të drejta që nuk pa jep të tjerëve. Këtu ky person gabon. Bie në huner, bie në errësirën e ignorancës, bie në atë rrugën e cila të çon larg nga Allahu xhaleshanhu, larg nga udhëzimi dhe të çon kjo vetkënaqësi dhe mendjemadhësi në urrëtie ndaj të tjerëve dhe armiqësinë e tyre. Allahu e ndëshkon atë njeri për këtë gjë që ka bërë. Në botën tjetër me një dënim të dëmshëm, ndërsa në këtë botë me largimin e njerëzve prej tij dhe shpërndarjen rreth tij, derisa të ndjej vetmin dhe huajsin, duke u ndjer i friksuar dhe i vetmuar derisa jep frymën e fundit në këtë jetë, nëse nuk pendohet atëherë. Nga prisi besimtarëve Imam Aliu paqja qoftë mbi të, gjithashtu është transmetuar se vetmia më e rëndë është vetkënaqësia dhe mendjemadhësia ndaj të tjerëve. Dhe po ashtu ai ka thënë, nuk ka fisnikëri si për ulësia, dhe nuk ka vetmi më të frikshme se vetkënaqësia dhe mendjemadhësia ndaj të tjerëve. Dhe pika e fundit të temës për ditën e sotme, ose një ndër shkaqet e fundit të cilat i kemi shtjelluar më së shumti, është mungesa e kujdesit ndaj ndjenjave dhe të drejtave të tjerëve dhe nënvlerësimi i tyre. Kjo është një nga shkaqet që lindin armiqësinë dhe një nga arsyet më të mëdha të saj. Nga prisi i besimtarëve Imam Aliu paqja qoftë mbi të, është transmetuar se ka thënë se shkaku i armiqësisë është mungesa e përkujdesjes. Kjo përfshin shkeljet e të drejtave financiare dhe ato materiale, të drejtave të farefisnisë dhe lidhjeve farefisnore, të drejtave të fëmijëve, të miqësisë dhe të vëllazërisë në fe, si dhe të gjitha të drejtat morale në marrëdhëniet që ne kemi me të tjerët në shoqërinë ku ne jetojmë. Përveç kësaj, ekzistojnë dhe shumë shkaqe të tjera të nderuar dëgjues dhe shikues, të cilat po ashtu janë shumë të rrezikshme në shoqëri, të përmendura në ajetet fisnike, në transmetimet e shenjta, siç mund të jenë tradhtia, shkelja e premtimit, përgojimi, thashëthemet, shpifja dhe të gjitha llojet e tjera të padrejtësive që mund t'i bësh një personi pra në shoqërinë ku ti jeton. Armiqësia godet së pari atë që e shkakton atë. Është transmetuar nga prisi besimtarëve Imam Aliu paqja qoftë mbi të, se ka thënë: kush mbjell armiqësi, kor humbje në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe do doja ta mbyllja po ashtu me një hadith të ardhur nga Imam Aliu paqja qoftë mbi të, i cili ka thënë: kush mbjell armiqësi, do të kor atë që ka mbjell në këtë dynja. Allahu na ruajt nga këto njerëz, ta bëft prej atyre të cilët dëgjojnë fjalën Allahu xhaleshanhu, ruhemi nga ndjenjat e këqija dhe të jetojmë të lumtur dhe të bashkuar me njëri tjetrin, të udhëzojmë për të mirë dhe të ndalojmë nga e keqja dhe të jemi në këtë rrugë të pandar. Në këtë moment të nderuar dëgjues dhe shikues, si përshëndesim përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.